Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka bërë ditën e sotme një dedikim të imase të veçantë dhe të adhurueshëm për bashkëshortën e tij që ua ka rrëmbyer zemrën dhe shpirtin të gjithëve. Ai ka publikuar në profilin e tij Instagram një video ku shfaqet duke kënduar në makinën e tij një këngë shumë romantike dhe të bukur, e cila është gjithashtu edhe e vjetër por të imase e pëlqyer dhe e njohur nga publiku shqiptar. Në këtë video, Luizit i shihet qartë pasioni ndaj muzikës dhe i ndihet emocioni i çdo fjale, teksa ai interpreton me ndjenjë dhe shumë dashuri një melodi që duket se i vjen nga shpirti. Me zërin e tij të mrekullueshëm dhe interpretimin plot emocion, Luizi ka përcjell mesazhin e dashurisë së tij të thellë për Kiarën. Kjo video ka bërë menjëherë bujë në rrjetet sociale, duke ngjallur reagime të shumta nga fansat dhe ndjekësit e çiftit. Në komente, shumë prej tyre e kanë përgëzuar për këtë gest të ëmbël dhe për dashurinë e sinqertë që shfaq gjithmonë për Kiarën. Madje një nga fjalitë që thuhet në këngë është "Ti je ajo që kam dashur gjithë jetën". Duke lënë kështu të nënkuptuar se moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka qenë femra që ai ka dashur në jetën e tij dhe gjithmonë do e dojë. Kiara është shumë me fat që ka një bashkëshort si fenomeni Shkodran Luiz Eli që gjithmonë di se si ta shpreh dashurinë që ka ndaj saj. Të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e tyre kanë reaguar me mesazhe dhe komente tejet pozitive dhe të mbushura me shumë dashuri. Me këtë dedikim të veçantë, Luizi ka treguar edhe një herë se dashuria e tyre është më e fortë se kurrë. Fenomeni Shkodran Luiz Eli nuk ndalet se surprizuari, jo vetëm publikun, por edhe Kiarën, duke e bërë atë të ndihet e veçantë me gjestet e tij të mrekullueshme. Luizi dhe Kiara mbeten një nga çiftet më të dashura të publikut shqiptar. Historia e tyre e dashurisë ka lindur para syve të publikut dhe që atëherë ata kanë vazhduar të jenë të pandarë dhe shumë të ndjekur nga një pjesë e madhe e shqiptarëve. Me siguri Kiara i adhuron këto dedikime që ai bën për të dhe duket se Luizi nuk ka mënyrë më të bukur dhe më të veçantë se sa me zërin e tij të mrekullueshëm. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se si do të shkojë lidhja e tyre në vazhdim dhe sigurisht dedikimet e fenomenit Shkodran nuk do të stopojnë asnjëherë.